Në kuadër të projektit Art Zanatet e zhvilluar në Kinema Republika në Shkodër, i ftuar ishte mjeshtri i filigramit Diomen Boriqi, piktor dhe artizan i cili ndau me të rinj përvojën e tij në këtë zanat tradicional. Boriqi prej 10 vitesh merret me artin e filigramit, një zanat që e ka trashëgimi familjare, të cilën e ka mësuar nga nëna e tij. Ai foli për rrugëtimin e tij, teknikat e punimit të filigramit, zanat ky që sot për të është kthyer jo vetëm si profesion, por edhe si pasion. Sot në kuadër të aktivitetit që po zhvillohet, jam i ftuar për me shpjegu për pak a shumë për historinë e teknikës së filigramit, historinë edhe lidhjen që ka ajo me qytetin. Po kështu do shpjegoj pak edhe për diebamjen e saj si teknik. Unë thuaj se kam 10 vite që punoj me këtë zanat. Unë e kam mësuar prej mamës. Shumica e zanateve mësohen duke pa, më pak se sa duke punu. Pjesa që duhet me punu është pjesa ku ti e perfeksionon dijen që ke marrë. Periudhën e fundit e kam pa me synin më serioz, sepse ndoshta periudha më përpara ka qenë një periudhë më tepër periudhë mësimit. Boriqi foli për sfidat e këtij zanati, duke theksuar se vështirësia më e madhe është gjetja e materialit të duhur për punimin e filigramit. Vështirësia më e madhe e zanatit është vetëm pjesa e materialeve edhe mjeteve të punës. Duke qenë se është një zanat i cili nuk ka se është në rrezik zhdukjet, sepse ka njerëz të cilët arrin me e punu, po ideja është e asemblimit e tanë elementve të cilët duhen për me kriju një punë filigrame, që janë që tek landa e parë që është argjendi i pastër edhe pastaj janë pajisjet. Mjeshtri theksoi rëndësinë e ruajtjes së filigramit si pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare, duke nënvizuar rolin që brezi i ri ka në vazhdimsinë e këtij arti. Është shumë e rëndësishme që të rinjt ta mësojnë, sepse filigrami është një shenjë identitare për Shqipërinë, po veçanërisht edhe për Shkodrën. Duhet bëhet e njoftun sa më tepër, sepse ajo ka një rëndësi të veçantë për qytetin e Shkodrës, duke qenë se Shkodra njihet për punimet e tilla të filigramit, që janë të lidhura me prodhimin e stolive dhe dekorimin e armëve. Përgjegjësja e qendrës rinore Atelie Mirza Berdica theksoi se qëllimi i këtyre aktiviteteve është ndërtimi i një ure mes brezave për të mbajtur gjallë trashëgimin kulturore. Ky aktivitet vjen si një promovim ndaj zanateve të vjetra, të cilat ndoshta po e humbin atë rëndësinë që e kanë shumë të rëndësishme të promovohen dhe të transmetohen tek të rit. Qëllimi i këtij aktiviteti, por edhe i shumë aktiviteteve që do pasojnë, që do jenë një herë në muaj me të rit të qytetit, ka pikërisht këtë qëllim dhe synim që të rit të mësohen dhe të dinë pak më tepër për zanatet e vjetra. Ky aktivitet u realizua nga Qendra Rinore Atelie, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër dhe Kod. Art Zanatet do të organizohet një herë në muaj, duke sjellë çdo herë mjeshtër dhe të rinj që promovojnë zanatet e vjetra dhe trashëgimin kulturore.